deputet, vjen ministri e thot hap krahun. Po më kështu thonë ata me Fenelino, se tha dhe Bledioni, hap krahun. Po kur të afrojnë, dalin 4 femra që bëjnë kupla rap branda, 2 të ka 2 dhe ti ke hap krahun. Po ti ke vetëm vapën, po kur e ne hapim krahun, ty t'ikën e në burgu. Ndërkohë që gjitha ta nën me protestus, i merët me blind shpusti, se ku që di se ku po vena ta, protestusi ta. A i që kështë bërë 14 vrasje të drikte me dur gjep të spital. Edhe a i ke u domate dhe kastravec që t'i kam lënë ty unë 2 domate kau, zemër kau, dhe kastravec të math, ta kesh burazer se të bën derë. Se vetëm ministrë të drejtësie nuk jeti. Po pyte për tomatet, i ke bio, zemër kau, nuk po t'i jap nga këto tjera të qeverisë. Sepse ti duhet shqetësoj pëse gjykata kushtetuesi jonë nuk ka takat t'japi vendim, o mik. Ja gjykata ku ti e, ministrë të drejtësie ti. Po ti shiko, atë hajtën e për qytetet, shiko është ato parkime dyshe, do bërge ti të dyshe, do rështo spionlikun. Po hajde njëra tjetë shikosh se sa ke me xhamazin, me plafon, me targa, me pistoleta, me dreqe, me biluqe, që s'ka shansa si polisë ke që ministri branshëm ti. Zvancë ministri branshëm. Hajde ndalojti një ata. Këta kate? Po hajde ndalojti e të burgu që është bërë si bordello. Hyre dil ato, Dubai dhe Burgje. Këta kate? Ha më ti, kjeta ka, ministrë drejtësie. Hajde shiko, po që për vjedhën e pronës publike ta themon të një rast, se është për kallëzim penal. 1100 hektarë të vjedhur në fjerë, me 2 vendime komisori këtimi prona 97-ës. Ndërkohë që janë dhe me qirat të tretëve nga Ministria Bujqësisë, as Ministri nuk t'i gjerë, as këtimi prona nuk i konfirmon vendime të fjalë 1100 hektarë. Kontrollojnë nesë. E ke kallëzimi, ta njësum po se pate sot. Kjo është vjedhje pasurisë publike. 1100 hektarë me 2 vendime 97-ës. Që si rregull, akoma ti keta ASHK-ja ke rregulloren 194 të 99-ës. Ligjin e ke i zeta, o mik. Ja ku është ministrë drejtësie merru me këtë punti. Që po e çon kadastrin nga Vlora në Tiranë. Jo, merru me këtë punë, dhe këtë kodi penal o dalu. Se ndërkohë që ti thua për fëmijët, mora 10 vjeçari ti duhet flisi i pari. Ata 10 vjeçari që shoqëro me 4 policë. Sigurisht e vandamje. Ndërkohë që sot të gjithë studentët, po mërë pa tjetër kam bërë dhe në i fajnë në kundrevajtje penale, po deri ti e gjykata e fjejti të note me burg ata e pa patent. Burg, 30 ditë, 20 ditë, 60 ditë. Po më kundravajtje, është kundravajtje penale, forma me letë e krimit. Si pas ati kodi penal që ne kemi, ti ke gjithë dënur. Ti du të shqetësojsh pse nuk të bëhen urdhrat penal, nuk i zbaton e këtë kod penal, ke urdhrat penal në kod e procedurës penale. Ti du të shqetësojsh si ministrë pse nuk zbatohet. Këtu du të shqetësojsh ti. Sepse sot Vespaku që është organi meje i rrep, që i ka dhënë gjithë për para, sot Spaku bën vendim penal për gjithë polisa, por ata që kalojnë kufiri me 50 erë, je por në komunitet. Të gjithë atyre dalin dënur, po pse më do ta filloj 18 vjeçar jetën ti dënur? Pse? Pra kur them për norma penale, ju thoni ndërtimet pa leje. Ore tani kush i kishte këto bashkitë se ju po na çanit rrasat këtu në parlament. Ja kemi marrë gjitha, shumë mirë, pa keni kaq vite. Po ka një krye bashkiak që s'ka dhënë, që s'ka parë këto në sylesh, apo që keni gjithë sylesh ju ata të punësurit. Po pra, dakord, ku ai e bën ndërtim pa leje? Po sa kanë hyrë nga administrata? Sa kanë hyrë ti KMT-s? Sa kanë hyrë kryetar bashkie, kryetar ajo e tjerë me radhë ata që kanë për detyrë të rujt? Sa kanë hyrë nga ata? Po me kemi pas 2 raste ndërtim pa leje, po diti çka ka bërë qeveria? Ja ta them unë, një rast ju doj shtëpia në Lushnjë. Ju doj nga flaka. As i lek, as i fond emergjence, as gjë. S'ka deri këtu, se hedhin për tjera gjëra. S'kishte pra. Kur ai ndërtoi shtëpinë për gjyshen 80 vjeç, u arrestua, ndalua, u mor vendim gjop, kallëzim penal dhe prishje, edhe pse kishte marrë formularin 6 atë që nxorën për rekonstruksion. Po një tjetër që varrosi babën në burg, rast tjetër një fshat Lushnjës, që i bëri mur mojtë që përzit e babë brenda. Vdiq babë.
Thoshe, du të bëj shtëpi se më vdes baba. Ta varros pak. Burdhaj. Po pse kjo është forma, po si me leje ndërtimi? A diti që ndodh me leje ndërtimit? Se kjo do të shqetësoj këtë dhe qeverinë. Që leje ndërtimi nuk ta jep për shefi urbanistikës 1, po se bëre projektit ajo të japin 20 euro për metër katror. 2, ta e fix firmë ndërtimit që të hedhë betonin. Ja kjo është. Ku e diti këtë? Se diti këtë? Se ti ke Terezia ministër telefonit, petlla me mjalt, me Nutella ti hash. Hapet dera të brëzë. Po ti se di që për të bëj një divorc do 7 vjet në për gjykata. Se ti çove gjitha në fjerë punë e madhe, ti marron punë. Se ajo që ishte të kolegjia e marroi punë të vetë, mori 4 milionë euro për 3 vite, hangi tanë dhe gjykatës lartë. Kurse një tjetër nuk mbaron të shkallë dhe park të ndarë për 3 vjet. Tani si ta besoj kryetare gjykatë, kryetare e kolegjia, si e marroi atë gjykatë lartë dhe mori rimbursim për vjen 3 milionë euro, si mori ajo? Ku i mori? Shusha kjo që marrë këtë 3 shkallë të gjykimin për 3 vjetë. Pse këta tjenë nuk ndahet do zgjidhe martese për 3 vjetë? Shkallë parë. Si ka mundësi? Sa të vjerë ala ndrojë gjyqtari su transferun të hanë, iku Peqin, iku Rogozhin. Po leja ti do të thush. Këto duhet shqetësojnë. Ti më thua mua parkim dysh, se do him në Europë. Do të tregoj basa letë në Europë, se basa e i vogët i dhe ka hapë kraun që vogëli. Kur erdi Europa këtu, në ato vjetë 90, ka i koqë, i madhi koqë dhe vole, i tha atyre, qa thot, i tha në ta në e përkëthe qik? Thot që rakia bërë në Rushë, Europë. Qa thot, i pysin për dytën ata? I thonë që Rushi bërë në ardhia, Europë, të shkresët e tuja. Inshallah nuk zbatoni dhe tretën, si ju keni fillu zbatoni dhe tretën. Tha i kanë qa lek për t'ju dhanë, ta ajtë si meni, qa erdhe në Europa dhe jo ato e rrutët dhe zbatu dhe i fund të më. Por, sot, sistemi ti me sistemi drejtësisë që këtë kalbër, zbato ligjet që janë të kalbër. Sistemin e drejtësisë e këtë marur, nuk është sistemi drejtësisë vetëm spaku. është 95% e tjera që vunë në prokurori e vunë gjykat. Sepse prokurori me gjyqtarin, duke qenë se më mori këtë mos ka marrë këtë 2 milion dhe usdigje, po këtë ka marrë 3 milion dhe usdigje, nuk i bën këtë urdhër penal. Kur bëhet fjalë për halexhin. Kur bëhet hapë pushtetar, pse ajo tjetër arri akoma drejtoresh delegon nga shtëpia. E kuptoni te aks. Delegon nga shtëpia, ty do të rujt policia ty parkimin dy shtyp, po ti ke vera, ta ka sekuestruar spaku, ti ku vetë 3 meshe. Natën. Si, po ti ke celular, s'ket bugot pa, alo, bosi, po të bëjnë një video kamat këtu, mos më mërzit shumë ministrit. E diti këto përse di? Po ti ke këta oficerët këtu të shërbimit provës, nuk e kalon do t'ju rrëgozhinës pa të thënë unë. Ku e kemër në këtë, që ka shkalon këta do t'ju rrëgozhinës e i? Po s'qesh u qinë që ta kam që me foto në ty, që po s'qesh? E po se kaloj rrëgozhinës e, jo se kaloj gjynave. E ka të zdel do t'a shpia i, se do t'thoti, thoti një pseudo-rrisë, se do kalon t'ju rrëgozhinës pa të thënë unë, shërbim provës, e kupto ku e arrit e bëha? Haja më s'qesh, e ke me foto, e ke fakt ullësi. Dhe i këtu këta mero ti, që sot ata gjyqtarët e ka bërë, mero me ata të neomagjistratët, që që ditërisht në iko e mesatarja, se vjen kryeministri jep medalje ari, no, të në qeja këtu me medalje ari. Kur vjen punat për magjistratë e vjen ata 2-shit, 3-shit, 4-s, që një këti, gocat e zdit, burri halës, burri daje, se tani ka do bëjnë me ligjën e i, do bëjnë burri daje. Me këto mero ti. Se si po dalim të rinj, parkime dysh e leja policisë, se është kod në parkime dysh. Sepse letë ndërtimit, ju i miratoni dhe ata pushtetarë tu e dhe i thoni, ore, su bë këj palati, 200 jurje palati, 30 parkingje. Ku do parkojnë të atjerë? Do bëni me 4 makinat? Rregulloje pra, 20 jurje, 20 parkingje. Apo ka parkime publike shumë, se janë bërë këto rrugë të reja, shumë. Fëmijët në për shkolla duan tjetë trajtim. Kontrollo ashashin. Kontrollo mënyrën se si funksionon, se për shanë kalamajnë të re dhe nuk kam në kulturë. Ne nuk mund të themi që sa të dilni nga bankat e shkollës do t'ju dënojmë, sepse kemi bërë ligje kaq të forta. Domate sallatorin pres në lushnje, me që më kujtove, vem të ato serat që janë përmytur tani nga shirat e rëmbyshëm
ta juve që s'beni llogari për këto rezervare dhe për ardhjet dhe për hapjet e digave, hajde t'ja u tregoj se si i ftohtë i tha odoserat 2 ditë apo 3 ditë para specin për para vjeljes dhe sallatori me që e kishe me qef, dhe kur të shikosh pasaj që asnjë detani nuk është rimbursuar, pastaj merru me plafonat e zotrinve, viu se s'ka ngel polic, roje, e ku diun patronazhist që s'ka plafon, si që thë. Pastaj kalot e parkingu 2, 3, 4 dhe 5. Fjalën e ka kërkuar ministri.